unë edhe ashtu nuk jam tip që e urrej kukun, e urrej me kukat, përveç sezonës edhe 8 marsat edhe vitin e ri, këto janë pak ma ngarkesë, për arsye se je non-stop aksion, non-stop jemi të punu, të gjeru, të bo. Këto si ky muj prillit ose janë ma qetë, nuk është që unë edhe ashtu nuk jam tip që e urrej kukun, e urrej me kukat, jemi të angazhum, po jo që i shoh edhe disa, mos thëm kolegë, po disa njerëz që e bojnë qaq shumë të madhe, jo. Po kemi, nëse son tonë kam mramje, këtu e kryej emisionin, kam mundësi me shku në banesë me flajt, u që me hangër buk edhe mu bagati për nej, atje s'kena me shtru laminat, as dërtimtari, do më thonë, kemi shku e ki programin të në gjysore, 40 minuta një orë, e din kur kemi hi, miresh vesh me tasmorin ose në mramin e si ose në varet ku, e këtu udhëtimet na lodhin pak ma shumë. Sidomos 8 marsat këtu na lodhin ma shumë kur kemi më udhëtu, se na bjen më udhëtu pak ma shumë, kuptohet. Po është lodhi, kuptohet, se kemi dalë para disa vetave, edhe është lodhi psiqike, po është njëjtin kohë dhe knatësi. Kështu që unë pëlqen këtë punë që e bëjmë pëlqen edhe nuk ka që në herë i thëm vetes jem lodh.